Ish kryebashkiaku i Tiranës, i cili ndodhet në burgun e Durrësit, Erion Veliaj, 2 ditët e fundit ka zgjedhur një strategji mediatike për të na treguar se nuk ka lidhje me inceneratorët, se deklarimet që kishte mbajtur shtetasi italian Gabriele Taroni Longinoti në intervistën e dhënë për gazetarin Bledian Koka ishin të pavërteta, se Erionin nuk e kishte takuar kurrë dhe se këto ishin shpifje. Në fakt, italiani Longinoti ka bërë një deklarim dhe ka ndryshuar deklarimin e tij si disa italianë të tjerë. Kujtojmë ata që kanë dhënë deklaratat për spakun në lidhje me çështjen e inceneratorëve, ku thonë deklarime kontradiktore. Por le të mos u hyjmë qëndrimeve të italianit. Ne më poshtë po sjellim një foto që tregon Erion Veliajin me Giuseppe Cifalionen. Ky i fundit administrator dhe aksioner i kompanisë së Landfilltit të Tiranës, Integrated Energy, që më pas u bë Geogenics. Në fakt, ne kemi treguar me dokumente se si në Shqipëri, në fillim u soll një kompani me emrin Integrated Energy, ku përfshihej Pol Urth, kompania italiane Energy Recuperator dhe aksioner Klodian Zoto me 20%. Më pas aksionet thuajse pa pagesë, vetëm me një tarif 6.500 euro në muaj, pra me lek me të pritur i merr Giuseppe Cifalione. Në foto është Cifalione me Erion Veliajin. A i një Erion Veliaj Cifalionen? Le të shkojmë më tej. CNA ka publikuar edhe një mesazh komunikues ku Erion Veliaj inauguron një çerdhe dhe një kopsht dhe habiten Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri. Nuk e din, janë financuesit e asaj çerdheje dhe atij kopshti. Edhe këtë të mos e di vallë kryebashkiaku ynë, shkojmë më tej. Për t'i sjellë memorie në Erion Veliajit, këto dokumente i ka parë ndonjëherë? Janë dokumentet që kanë firmosur drejtorët e tij. Është një marrëveshje me të gjitha institucionet në varësitë e Erion Veliajit dhe ne e kemi theksuar. Bashkia është një institucion burokratik ku gjithçka kalon nga kryetari. Por në këtë rast kanë firmosur të gjithë drejtorët që janë vënë në shërbim të kompanisë së Landfilltit të Tiranës, Policia Bashkiake, mjedisi e të tjerë. Kujtojmë se Policia Bashkiake ndiqte makinat, kamionët e bizneseve dhe u shkonte qytetarëve kur gërryenin një dritare dhe duhet të hidhin një karrocë me dhe për t'i çuar në Landfill. Kjo në emër të pastërtisë së kryeqytetit. Shumë mirë, por kompania e Landfilltit të Tiranës me inceneratorin që nuk ekziston ka përfituar të paktën 60 milion euro. Kjo është të quajtur një gjë normale. S'ka problem se privati e paguan. Në fakt, këto para janë paguar nga xhepat e qytetarëve të Tiranës. T'ja kujtojmë edhe prokurori Dritan Prençi, që flen mbi dosje dhe të theksojmë se shtetasi italian që na pas ka gënjur apo ka ndryshuar dëshminë e tij, Gabriele Taroni Longinoti, nuk ka përfituar para nga Landfilli i Tiranës, as ka marrë para direkt nga kompania Integrated Energy, s'duket të jetë pronar apo aksioner i saj. Janë persona të tjerë që dirigjojnë dhe drejtojnë. Janë ata që kanë marrë parat, Mirel Mërtiri, Klodian Zoto, Cifalione e të tjerë, të rrjetit të tyre kriminal që shkojnë deri në media dhe ortakërime Top Channel. Besoj se edhe këtë të fundit e di Erion Veliaj, ndaj nuk i prish kujt punë shtetasi italian Longinoti, se lekët nuk i mori ai. Deklaroi se kishte takuar Erionin, apo tani ndryshoi dëshminë e tij. Lekët i kanë zhdukur këta të tjerët. Kuptohet dhe Erioni ka kontributin e tij, sidomos në firmosjen e marrëveshjes kur vartësit e tij vijnë në shërbim të kompanisë së Landfillit të Tiranës.